Shehtësia e Ebu Bekrit, Allahu e mëshiroft. Tregon Omeri, Allahu e mëshiroft. Çdo mëngjes pas namazit sabahut, Ebu Bekri shkonte në njërin nga shkretirët e Medinës dhe për këtë nuk e dinte askush. Këtë gjë e kisha vrejtur, prandaj një ditë vendosa ta përcjell dhe të kuptoj arsyen pse Ebu Bekri, udhëheqësi i muslimanëve, çdo ditë në të njëjtën kohë shkon në shkretirë. Pasi falem namazin e sabahut, pa u vrejtur, u nisa pas Ebu Bekrit derisa shkuam në shkretirë. Aty ishte një tend. Qëndroi i fshehur prapa një guri të madh duke vështruar Ebu Bekrin, i cili hyri në atë tend, qëndroi një kohë dhe doli duke u nisur drejt Medinës. Pas kësaj dola nga vendi ku isha fshehur dhe u nisa drejt tendës për të kuptuar se çfarë kishte aty. Kur hyra në tend, pash një grua bashkë me disa fëmijë të vegjël. U habita dhe fillova të pyes gruan rreth gjendjes së saj. Ajo më tha se ishte një eve e moshuar dhe e verbër, e cila jetonte me ata fëmijë jetim dhe nuk kishte askënd që të kujdesej për ta. E pyeta për njeriun i cili sapo i vizitoi, e ajo më ktheu: "Pasha Allah, unë nuk ja di as emrin, por ai na viziton çdo ditë, na gatuan ushqimin, na pastron rrobat dhe tendën, ne i mjel dhitë dhe pasi kryen gjitha këto shkon." E pyeta: "A i ke dhënë para atij njeriu?" Ajo më tha: "Jo, pasha Allahun, unë nuk kam çka t'i japi." Gjatë bisedës kuptova se Ebu Bekri kishte kohë të gjatë që ndihmonte këtë familje pa e ditur askush. Menjëherë u ktheva në Medinë, shkova te Ebu Bekri dhe i thash: "Ke lënë detyrë të vështirë për udhëheqësit që do të vinë pas teje, o Ebu Bekr. Asnjë udhëheqës nuk mund të krahasohet me Ebu Bekrin, Allahu e mëshiroft, nga se ai ka pasur vepra të fshehta me të cilat ka dashur që vetëm Allahu ta di dhe të arrijë vetëm kënaqësinë e tij."